faktikisht gjithë fushata jonë ka filluar pikërisht aty, tek diaspora. Edhe mbështetja e tyre është shumë e fuqishme dhe gjithmonë na ka dhënë shpresë për të ecur përpara edhe marrçkas. Në këtë moment t'i falenderoj përzemërsisht edhe t'ju them që ne do t'ja dalim. Kur shqiptarët guxojnë, atëherë ka mundur edhe frikën edhe armikun. Nuk ka fuqi më të madhe se kur populli bashkohet, shkruan në muret tona në kryesinë tjera. Edhe kjo është e vërtetë. Nuk është thjesht një slogan politik, por është një mesazh i qartë dhe i fortë që nuk ka fuqi më të madhe se kur populli bashkohet. Diaspora është entuziasme në çdo shtet që shkojmë. Na mbështesin shumë edhe besoj se është drita jonë e rrëfimit. Ne po e marrim kështu. U bëm evropian. Kush është premtimi? Ikja. Se marrja një pasaportë do të thotë të jetosh brenda territorit shqiptar, ne nuk na duhet një pasaport. Për çfarë na duhet pasaporta? Për bërë pushime. Kush ka lek bën pushime. Unë duhet të pyesja këta që kanë ndërtuar kaq biznese në kurriz shqiptarëve, me lekët e shqiptarëve, cilët klientë do kenë? Ata që do vinë nga Bangladeshi? Nuk besoj.